Kelmendi po shndërrohet gjithnjëherë më shumë në një nga destinacionet turistike më të preferuara në veri të vendit. Bukuritë natyrore, ajri i pastër dhe traditat e ruajtura ndër breza po tërheqin çdo vit një numër gjithnjëherë më të madh vizitorësh vendas dhe të huaj. I shtrirë në zemër të Alpeve shqiptare, Kelmendi ofron peizazhe mbreslënse, shtigje malore, burime natyrore, si dhe mikpritjen karakteristike të banorëve vendas. Turistët të rriqen kryesisht në aktivitetet në natyrë, kulinaria tradicionale dhe bujtinat familjare, të cilat po kthehen në një burim të rëndësishëm të ardhurash për ekonominë lokale. Sezoni turistik nuk ka qenë 100% i mirë, domethënë se jashtë kanë mungesë në tonë Shqipëri, nuk e di çka është kanë problemi, por faleminderit Zotit mirë ka qenë. Ka pas njerëz që vizitojnë shumë këtë vend, të huaj, ka pas plot edhe shqiptarë të domethënë Shqipërisë e diasporës. Diaspora ka ardhur shumë mirë, domethënë një knatësi që vinë në vende vet, që vinë këto male, këto kreshtat, këtë natyrë që na ka falë Zoti. Kryesisht tuajt, për ka kanë ardhur dhe çfarë thonë për vend? Evropianë vinë shumë, Gjermania, Suedia, Polonia, Çek, vinë, domethënë janë shumë kënaqur, lanë review shumë të mira në të rrjetet sociale, edhe janë shumë kënaqur, presin shi marrë se Zoti marr prap, shumica. Po dimni, si ka dimni? Dimni për fatkeqësi s'ka burr. Në demande nuk ka humbë bura, kanë humbë dimnat, edhe nuk ka tamam turizëm dimnor. Unë kam shkoj në Amerikë, kam në Evropë, por më pëlqen vendi jam. Me mujt me edukua fëmijën me vendin tem. Kam me 2 fëmijë punoj këtu. Po më ortak e kushinit kam kuzhinier prej Malezi, edhe është si në vendin tanë. Nuk ka pare sa është, por është jeta më e bukur në vendin tanë se zëkun tjetër. Por që kemi problem më të madh, kemi problemin e korrentit për bizneset, ajo është problemi më i madh. Rrugën e kemi shumë të mirë, gjithçka, por problemi më i madh është i korrentit. Megjithatë, pavarësisht zhvillimit të turizmit, Vermoshi, një nga zonat më të frekuentuara turistike të Kelmendit, përballet ende me sfidën e largimit të banorëve. Shpopullimi mbetet një problem shqetësues, veçanërisht për të rinjt, të cilët po largohen në kërkim të mundësive më të mira ekonomike. Sipas banorëve, shpresa e vetme për të ardhmen e kësaj zone mbetet turizmi. Ata besojnë se zhvillimi më tejshëm i tij mund të nxjisë rikthimin e të rinjve, të cilët do të investonin në shtëpitë të trashëguara, duke i kthyer ato në bujtina që mirëpresin vizitorë gjatë gjithë vitit. Është në zonën e Vermoshit, qysh në 19 e deri sot. Ose ta marrim më mirë që 19 këto janë kanë 350 familje, me 1550 banorë, që ishin tanë gjithë autoktonë Vermoshit. Sot, këtu mund të ketë 60 familje, 65, dhe mund jetë një ajtësin e 95 frëm, banorë që jetojnë. Edhe nga këta nuk është se ka një perspektivë se tri ka shumë pak. Emigrimi ka arrit dhe aty sa gjinaf të lëshohet këtë vend, por kështu erdhi koha, kështu erdhi puna për një jetë më të mirë, se djeta e punë, jo se nuk jetohet në Vermoshi, jo se Vermoshi është një vend shumë i bukur. Është një vend i bukur dhe jo se s'ka të ardhme, ka të ardhme për turizëm, me pas mbështetje nga qeverit, që ishë në 19, e sidomos në 2000 e këtejna, ka lëviz më tepër hajtë se po bashkona si familje. Ka shkollë, në zënë ka shumë pak, ka mësuesa shumë të mirë, shkolla shumë e mirë, por në zënë si djeta e vonë se janë, dhe zënë sa janë asë janë. Këtu është një vend për turizëm që pak kush mund të ketë cysh pjesërisht Kelmeni, po sidomos cysh në grupat e Selës, Lpush, Vermosh që janë turizmi, por dënë mbështetjen e qeverive.
Një ndikim pozitiv në zhvillimin e turizmit ka pasur dhe mbajtja e hapur e rrugës gjatë sezonit dimëror. Kjo ka bërë të mundur që disa bujtina të qëndrojnë funksionale edhe në muajt e ftohtë, duke u ofruar shërbime turistike dhe duke e kthyer turizmin në një aktivitet gjithnjë më të qëndrueshëm gjatë gjithë vitit.